Senati italian votoi sot ndryshimet në ligjin për buxhetin 2017, pjesë të cilit është dhe i për ndryshimet në shërbimet call center. Senati miratoi buxhetin pa ndryshime siç kishte mbërritur nga Dhoma e Deputetëve. Pak ditë më parë, mediat italiane njoftuan se Dhoma e Deputetëve kishte miratuar ligjin i cili synonte ndalimin e shpërnguljes së kompanive italiane call center që ofronin shërbimin e tyre në vendet që nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian, siç është edhe Shqipëria, ku ofrohet si shërbimi inbound dhe outbound. Sipas rregullave të reja, nëse një operator ekonomik vendos të lokalizohet, qoftë duke dhënë shërbimin në një vend që nuk është antar i BE-s, duhet të komunikojë brenda 30 ditëve destinacionin të organit përkatëse, përfshirë këtu edhe numrin e punonjësve. Një aspekt tjetër ka të bëjë dhe me shpërstimin e sanksioneve për mosnjoftime apo vonesa që llogariten deri në 150.000 euro. Njoftimi duhet të bëhet jo më shumë se 60 ditë nga hyrja në fuqi e ligjit të buxhetit edhe nga operatorët që tashmë janë të delokalizuar. Nëse këta të fundit nuk zbatojnë detyrimin, atëherë mbi ta do të zbatojnë sanksione administrative deri në 10.000 euro për çdo ditë vonesë. Amendimet parashikojnë dhe forcimin e të drejtës së subjektit që merr një telefonat nga një call center për të informuar vendin nga bëhet thirrja. Kjo do të bëhet e detyrueshme 90 ditë pas hyrjes në fuqi të ligjit të buxhetit. Moszbatimi i këtij detyrimi do shoqërohet me një sanksion administrativ prej 50.000 euro për çdo ditë të shkeljes së ligjit. Po me 50.000 euro gjop ndëshkohet dhe mos komunikimi me Ministrinë e Punës në lidhje me identifikimin e vendodhjes së call center. Në Shqipëri, aktualisht numërohen mbi 800 kompani call center me mbi 25.000 të punësuar. Call center është sektori i 4 më i madh në vend për sa i përket numrit të punësuarve. Sipas Instat, ky sektor ka sot rreth 7% të punësuarve në sektorin privat. Pak ditë më parë, Ministria e Mirëqenies Sociale u shpreh se ky ligj do duhet të miratohet më parë edhe në Komisionin Evropian.